ta të harrojnë se do mund të lajnë kush pare në ndërtim. Atje ku janë do I kapim të sjellim këtu. Para ligjit, siç kemi provuar e kemi provuar në atë. Me 26 mars, trafiku I huaj Kristësida, u shfaq një video të paralajmëror që ishte rrugës për Shqipëri, por edhe se kanë kaluar 5 ditë, asnjë punë të tillë nuk është parë në territorin shqiptar. Ju besoj kemi komunikuar, a ka një datë? Ju besoj kemi komunikuar në të, a ka një datë se ku më rrin ai në PD? Dhe nëse po, si do t'jetë forma e bashkëpunimit me të, do t'jetë I stacionuar në një zyrë në selin e Partisë Demokratike, apo ky bashkëpunim do jetë online, dhe me që jemi në prag të fushatës elektorale dhe kur e fjalë konferencës tuaj ishin shifrat, a kemi një faturë tashmë të bashkëpunimit me Kris Lasivita? Tani, datën e ardhjes, unë ju garantoj që do vi, po e la si surprizë për Edi Ramën që t'i bjeri koks me tovolinë kur të vi. Nuk po ja u them se do t'a ketë surprizaj. Do vi. Sherif, do vi. Kris do vi. Tani, çdo gjë ju siguroj se çdo shpenzim I kësaj partie do t'jetë transparent dhe në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe ligjet e vendit tjetër. Prandaj këtu nuk mund të ketë asnjë lloj aludimi tjetër. Jo, do jetë edhe në zyrë dhe online, të dyja. Tani online e kemi çdo ditë sa për djeni. Jo, çdo ditë punojmë me te, funksionon, me këshilla, me probleme. Do ketë një njeri të kompanisë tyre të instaluar përfundimisht, ai do shkojë, do vi, do jetë, pra, është një... Kjo është praktike e punës me këto kompani konsultative elektorale. Faleminderit. Faleminderit.